Tashti që edhe Evropa I ka bo thirrje dhe I ka dhënë ultimatum qeverisë të korruptume shqiptare që të pezulloj këto projektet e korruptive, por edhe të ndryshoj ligjin kriminal që I hap rrugën këtyre vjedhjeve e ndërtimeve korruptive në tokën shqiptare. Tashti ne duhet të kemi jashtëzakonisht kujdes se çfarë po bën qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare e këtij kriminalit që kemi në pushtet, kryetradhtarit që kemi në pushtet, sikurse dhe opozitarët, nuk themi madh I vogël, po ato pikat kryesore, janë të interesuar tashti të shkatrojnë çdo gjë përpara se t'i marrin përpara. Ato e dinë që ka ardhur fundi. Ato e dinë që s'do jenë pushtet. Por ato duan tashti të shkatrojnë çdo gjë që ekziston e që mund t'i zbuloj ato me krimet që kanë bërë për kaq vjet. Ne e dim shumë mirë se çdo të thotë, na shkatrojnë çdo gjë, përfshi çdo lloj arkivi, e sidomos ato të transformimeve të tapive, të falsifikimeve të tokave, të pronave. Këto do të bëjnë çdo gjë, çdo lidhje që kanë pasur me krimin, çdo kontratë që kanë firmuar, çdo vjedhje që kanë bërë. Kjo është ajo që po bën qeveria tashti. Nuk është vetëm të fshehë, por edhe është shkatrim total I çdo gjëje që ekziston që mund ta çosh atë shtetin përpara. Edhe një herë, ne vazhdimisht, kur erdhën komunistët në fuqi, erdhën nga lufta, nuk e di sa e paprekme metën ato shinat nga ecstreni, po shkatrum çdo gjë. Kur erdhën në 90-ën, shkatrum prap çdo gjë të shtetit. Edhe nuk duam edhe një shkatrim tjetër total. Por këto, vëllezër e motra, ne duam njerëz të mençëm që nuk janë pleks me partitë. Si të veprojmë, unë mendoj që SPAKU duhet të ketë fuqi sot. Sot që ka mbështetjen popullore në Shqipëri dhe duhet të ketë mbështetjen nga jashtë, që të ndërhyj urgjentisht, t'i heq mandatet, të shfuqizoj me ligj këtë qeveri që uzurpon kundrejt vullnetit popullit, shtetin, që mos të shkatrojnë provat, por jo vetëm provat, por çdo gjë që na duhet me çu shtetin përpara. Pra tash duhet parlamenti nuk është parlamenti dal nga populli, është parlament që ka dal nga lapsi I Sali Berishës dhe Edi Ramës, nuk duhet njihet, duhet bllokohet, duhet shkatrohet. Qeveria është një qeveri e instaluar me hajdut kriminale ordiner, që prap nuk vin nga zgjedhjet e lira, po vin nga një lloj zgjedhje edhe dy partive faktikisht, po ajo Partia Socialiste bën shtetin, vin nga zgjedhje deputetëve me laps prandaj. Qeveria nuk ka legjitimitet. SPAKU është I vetmi organ, mendoj unë në Shqipëri, që mund të ketë ligjin të veprojë. Menjëherë, ka mbështetjen e Evropës, ka mbështetjen e popullit, edhe duhet të ketë si detyrë. Të ndërhyjë menjëherë që të shpëtoj çdo provë dhe shpëtoj atë shkatrimin e çdo gjëje që ekziston. Mos nisim pastaj prap nga e para. Ne kur të nisim nga e para, ndoshta do të na duhet. Ndoshta duhet në vi një qeveri e re me njerëz të rinj që s'kan eksperiencë shtetërore. Në këtë rast, natyrisht që do të kërkojmë ndihmën
kryesisht Amerikës, për arsye se unë nuk kam shumë besim tek Evropa. Unë kam shumë frikë që Evropa, mjaft nga këto udhëheqësit e Evropës i ka blerë Edi Rama në mënyrë të fshehtë, nuk u besoj. Por ne duhet të se kjo duhet jetë nëse duam një shkatrim të këtij establishmenti, këtij lloj sistemi. Ne nuk duhet të pranojmë asnjë që ka shërbyer në qeveri, cilëdo qeveri që të ketë qenë nga 90 e këtej se janë pleks me krimin. Po as edhe një të administratës o nuk do doja kur se i madhe i vogël në çdo vend Shqipërisë, në çdo sep Shqipërisë, nga kryeministria e deri edhe tek qendrat më të vogla administrative, janë gjithë korruptuar se kjo ka qenë natyra e biznesit në Shqipëri për gati gjysmë shekulli. Edhe këta e kanë, janë gjithë ato frutet e kalbta. Nuk mund të rush ata të fusësh frutet e mollët e reja, nuk mund të morim njerëz nga administrata. Ndoshta s'kemi pse urrejmë. Ai ka qenë sistemi, nuk mund të fusim gjithë në burg. Do fusim gjithë ato njerëzit e familjeve tona, se ato kanë qenë. Por nuk duhet kurrësi të pranojmë asnjë prej tyre, kështu që qeveria do të jetë freskët e re. Unë mendoj që ne kemi fatin, mendoj unë, që në Kosovë kemi një qeveri të pa implikuar me kjo e Albin Kurtit, me korrupsionin, me hajdutët, me pislliqet. Edhe jam i sigurt që në qoftë se ne e kërkojmë ndihmën në fillimisht për me fitu ato përvojën se si ta to run the government, si thanë që ta të udhëheqim vendin përpara. Besoj që do ta kemi ndihmën e shqiptarëve tonë në Kosovë. E kemi një shtet pastër atje. Por është më mirë të nisim nga para se sa të fusim prap në qeveri dhe në administrat njerëzit e korruptuar që kanë qenë deri më sot. Ato që janë të korrupsionit lart duhet shkojnë burgjeve. Ato që janë të korrupsionit vogël atje, thjesht do të nxjerrim nga puna. S'mund të fusim gjithë në burg. Nuk mund të kemi burgje, por Shqipëria jonë është komplet e korruptuar. Çdo punonjës administrate, çdo punonjës gjykate, nuk mund të besojmë asnjënit nga këta. Por si të veprojmë shpejt, na duan njerëz të mençëm, njerëz që duan atë dhe njerëz që nuk kanë pleks me asnjënë në parti, na japin mësim tash. Si mund të shpëtojmë shtetin në këto momente kur qeveria, kur njerëzit e lartë të administratës janë tash të përfshim ditë natë, si të fshehin, si të zhdukin provat. Tash duhet ndërhyj spaku me njëherë, duhet shfuqizoja çfarë duhet ketë në fuqi, duhet shikojnë jo thjesht kushtetutën që kanë bë këto kriminal për me mbrojtë vetveten, jo ligjet që kanë bë, duhet dalin mbi ligjin tash është koha, është momenti që jo thjesht i bashkohen, por ta prinë lëvizjen, jo të dalin si udhëheqës, po të jenë motorët mrena që të spastrojnë gjona që ne nuk mund të shohim, ne nuk mund të kuptojmë, ne që duam Shqipërinë e pastër, ne që protestojmë. Ata duhet marrin masët ashtu se ata e kanë dorë. Ne e kemi thonë gjithmonë që mund të marrim pushtetin me forcë, mund të mysim këtë qeveri me pështym, ne nuk duam gjakderdhje, por ne nuk duhet t'i lejojmë këta të na shkatrojnë çdo gjë, prandaj tash duhet drejtu edhe të spaku, jo të akuzojmë spakun, se kemi të fuqi, po s'kemi gjë tjetër, por që t'i kërkojmë spakut me njëherë, të ndërhyjë urgjentisht para se shkatrojnë çdo lloj prove, edhe të na shkatrojnë shtetin. Kjo vëllezër motra duhet bo. Nga ana tjetër, please, ju lutem shqiptarëve të mi që e doni e dheun, që e doni lëvizjen, që doni Shqipërinë e pastër, mos i vini në ndihmë Edi Rama s'pa kuptu. Edi Rama po bën çmos. Ti thot botës që kjo protestë në Shqipëri është kundër Trumpit edhe kundër Izraelit, që s'është e vërtetë.
Nuk është e vërtet, ne jemi kundër korrupsionit, ne jemi kundër vjedhjes, ne jemi kundër krimit shtetëror që është bërë tash sa vjet në Shqipëri. Ju lutem keni kujdes, se në mes tonë do të ketë njerëz të irritum, të indinjum që nuk i kuptojnë këto. Edhe do t'i vinë ndinjë Edi Ramës, po do ketë edhe njerëz që futen si kalit Trojës, që janë të poshtër, që do futen mes tonë, edhe ta kthejnë këtë protestë që ne kemi nga protestë kundër krimit, kundër hajdutëve mrena shtëpisë sonë, do ta drejtojnë edhe si protestë urrejtje kundër Izraelit, që s'kemi lidhje fare me këtë, edhe që do të ndihmoj Edin, për arsye se jep miq që s'duhet i ketë në botë, edhe na bën neve armiq me njerëz të fuqishëm në botë pa dashje. Vëllezër e motra, nuk na ka bën neve kur dom Izraeli, përkundërzi na ndihmojnë në shërimin e Kosovës. Kanë qenë kongresmenët dhe senatorët që fut në Kongresin dhe Senatin Amerikan, që kanë autorizu bombardimin e Serbisë, po të kishin qenë që futet vëllezër e motra, në kohë të kishte qenë Izraeli, në kohën kur është nda Evropa, unë nuk besoj që Shqipëria do ishte coptuar. S'na ka po neve gjë Izraeli, përkundërsi na ka bërç, ne i kemi ndihmuar ata kur se harrojnë. Mos harroni ju që një pjesë e madhe jeni musliman, edhe shifti luftën e Izraelit me muslimanët atje. Nuk është luftë kundër muslimanëve, pavarësisht që se kuptojnë. Ata janë vëllezër të një babe të Ibrahimit, janë lufta territoriale që kanë me arabët. Po qëse që futët do të urrejnë si fe në një tjetër fe në botë, feja parë që të urrejnë është krishtianizmi. Është krishtianizmi që ata i shkatroj. Është Roma që ata i dëboj nga çka quhet, nga Levanti. Është Roma që shkatroi atë tempullin e dytë. Është krishtianizmi në kohën e Hitlerit që deshit i zhduket i therë. Ato e kanë luftën jo fetare, jo me muslimanët, e kanë luftën me vëllezërit e vet, një familje, si ku do në botë, njerëzit e afërt kur dahen për toka, për kufi, por si do që tjetë e kanë me njëri tjetrin, thjesht se sa shqiptarën e në bo musliman, mos dalin të kthejnë, ne kemi hallet e tona, ne kemi problemet e tona, ne nuk du marrë miq që s'na kanë bo kur dëm neve si shqiptarë. Le të zgjidhen ata dhe ato qelbanik, ato arab, si kanë ardhur në herë në dim, palestinezve, kush jeni ju more pellazgët e mi, që do ngrihet të flijoni Shqipërinë për pisliqet e Arabisë. Kush jeni ju kur egjiptianët e janë aty në kufi, edhe nuk i hapin as kufin, portën e kufirit këtyre palestinezëve, kur i shtuk Izraeli nga sipër që të kalojnë ato fëmijët, nonat, plakat, nuk ja hapin aty lejnë i shtyjnë për arabët e vet. Mos boni gabime vëllezër e motra. Unë jam i sigurt që ju shumica jeni të pastër, por mes tu i keni idiot, keni psikopat, edhe keni të liq, miq ata shokët e Ramës, që do të mundohen ta kthejnë këta në luftë kundër Izraelit, në luftë kundër Kushnerit, në luftë kundër Ivanka Trump, sikur ata erdhën ai morën, kur çdo që të ishte edhe unë t'jem. Po më fali mua, një korruptum, një qeveri të korruptuar, ku do në përbot tokë, po të kem para e marr me gjithë qef, edhe nuk e di që se që ka boj pisliqet e vet atje. Vëllezër e motra, ne s'kemi armiq në përbot, mos zboni se duke i bo armiq në përbot, thjesht me parulla, me karikatura, e ku të dion vetëm i shtoni ata radhen e njerëzve që mbrojnë, qeverive që mbrojnë Ramën kundër nesh. Mos e boni këtë. Largojeni këtyre budolliqeve, s'na ka bo faj e s'na ka bo dëm bota. E kam lafin sot këto 35 vjet me korrupsion. Janë kriminalet e tonë. Sot për sot ne duhet rrim të pastër, ne s'kemi asgjë me botën, ne s'kemi asgjë me zhvillimin.
ne kemi me korrupsionin, se kanë dalë lloj maskresh deri ato të medias për ditë, për shembull, hapni televizorin çdo ditë, dëgjoni lajmet çdo ditë, shifni këto llapaqenet që hiqen për pedagogë çdo ditë, kështu që quhen për opinionistë çdo ditë. Del aty sa të shikosh lajmet në lajmet e fundit në Top Channel. Edhe thonë ata maskret, ka u kthy proteste nga protestë për leket në protestë që kërkon largimin e qeverisë dhe herri nonën maskaret. Ka qenë që ditën e parë Ramenburg Berishanburg protesta. Nuk u kthy sot më të poshtër më maskarej, që dolin ku janë tezës, po na tregojnë se që duhen e kanë tregu gjithmonë. Largimi një herë për gjithmonë të kësaj klase politike, të këtyre dy partive, që ditën e parë, vëllezër e motra, nuk jemi ne kundër zhvillimit, por me zhvillimin. Nuk jemi ne kundër botës, por me botën. Nuk duam ne të hiqemi që ne jemi armiqt e botës, se Rama është miku i Kushnerit dhe ne jemi armiqt e Kushnerit dhe armiqt e Benjamin Netanyahu dhe çan këto bullulliqe që boni mëra. Ju lutem, jo të gjithë, po disa individ veçantë që i vinë mbrojtja Ramës, duke kujtuar se luftojnë Ramën, se Rama këtë kërkon. Ti thot botës shifeni, ato mu më rejnë se unë jam me ju që qeverisni botën. Mos mendoni që ra bota edhe fitoi Irani luftën edhe mos mendoni këto bullulliqe. Akoma dhe sot e kësaj dite, Amerika është fuqia e kësaj bote. Dhe Amerika akoma dhe kësaj dite është e qeverisme nga lobit që fut, doni e pas doni ju. Dumë për stumë ne. Mos boni armik Amerikën pa kuptu. Mos boni se kemi ne, s'na kanë bo asgjo dhe s'kemi asgjo. Se forsoni pozitat e Ramës në pushtet, i lutëm. Edhe një herë të ashti, duhet drejtohemi si qeveria kara, qeveria është e kalbet, në qeveri dhe të rrimë pushtet, vetëm qose degradojmë ne. Vetëm qose na hynë radhët tona idiot, tonë, që do fillojnë edhe të kthejnë këta që kur ne jemi kundër Trumpit, ne jemi kundër Amerikës, ne jemi kundër Kushnerit, po arritit të boj Edi Rama këtë, sa me agjendat e vetë që i fut mes nesh, të kamuflume dhe sa me ignorantit e tonë, po arritit me bonën, do të jasjasim jetën në Ramës, po unë besoj që shumica jonë është e kthjellet, nuk do t'i boj gabimet që kam frikun që mund t'i bëjmë, do t'i anashkëllojmë këta, neve në një bota që s'kemi asgjë me botën, por kemi këto armiq, këto zgjipe, këto që kancerin që kemi mes nesh që do zhdukim, por duhet me çdo kusht të pengojmë qeverinë nga zhdukja, prishja, shkatrimi i çdo lloj evidence, se duke dash me shkatru evidencën e vet, do shkatrojnë komplet përvojën shtetërore të këtyre 35 vjetëve që s'duhet të shkatrojmë. Megjithmene duhet i largojmë çdo person të administratës dhe çdo person të korruptum dhe çdo deputet mos ketë kurrë më mundësinë se kanë qenë tradhtarë dhe kanë bërë punën e tradhtisë kombëtare, mos kenë më mundësinë, duhet përjashtohen këto. Ne s'kemi fuqi të heqim e liq për popullit amaj këtë të pastër, që ishin këto njerëz të kësaj administrate, të këtyre administrateve të 37 vjetëve që kanë shkatru, që kanë bërë shkatrimin total Shqipërisë, që janë armiq kombëtar, nuk janë thjesht hajdut që s'duhet kenë, por ne duhet nxitojmë, duhet të thrasim, duhet të motivojmë, duhet të kurajojmë, duhet t'i hapim derën spakut që të veproj sa më parë të shfuqizojnë që ose ka ndaj mundësi ligjore që të duhen njerëz të mençëm për këta ligjërisht. Ne s'kemi nevojë për ligje, ne i moni me forcë, por me forcë shkatrojmë shtetin. E bëjmë kështu tabula rasa çdo gjë, tabel të bardhë. Ndaj në duhen njerëzit e mençëm që janë kompleks, që të shikojnë çdo lloj mundësie, nëse mund ta fuqizojmë spakun, të japim fuqinë spakut, të japim autoritetin spakut, edhe ta vejmë para detyre spakun që të veproj, t'ju heqi çdo lloj që mund të kenë ata imuniteti, mbrojtje këtyre kriminaleve që uzurpojnë shtetin shqiptar. Sami Gjoka ju përshëndet.